ka fillu dishka, por po e shohim që po ngecim në zgjedhjen e prezidentit. A nuk është ma e rrugës që ju i kam disa pika, njëna prej tyne për shembull me ul me njënën prej partive, edhe me bisedu, po dhe në qoftë se ja jep një njënën, ne e dim që të gjitha, ju e thatë Zoja Vjosa Osmani është prezidente e Republikës, po prezidente përmes kujt? Ato duhet me thonë, ka arë përmes lëvizjes vetë vendosje, ka qenë i ka pri listës, tash une po ju thëmë të drejtën, nuk e mbroja atë mendim që duhet pa tjetër të jetë Zoja Osmani. As Zoti Kurti nuk ja ka bërç, apo lëvizja vetë vendosje, me bo Zojën Osmani. Por unë po them kështu, me 51%, na e keni bërç të uleni të gjithë së bashku dhe të ndani postin e prezidentit edhe me parti tjera. Pse me shku edhe një herë në zgjedhje? Ju e dini shumë mirë, tash kemi edhe akuza nga Zoja Osmani, për arsye se ju e dini edhe në jetën private, po publike, politike, kur prishëm pas taj dy partner, me njëherë dalin ato se çka nuk i kemi ditë, ne i kemi hamencu, por nuk i kemi ditë 100%. Më thuaj, çka mund të bëj tjetër lëvizjave vendosje për pos ofrimit të nënshkrimeve? Po, edhe tjetra, ashtu ju po thoni Zoja Osmani nuk ju ka përkraj, jo që s'ju ka përkraj, ja u ka dhënë datën 28 dhjetor, ku dul edhe vete pranoj, nuk ja tham ne kemi hamencu, ne kemi thonë që po ja u jep dhe po ju shkon favor juj. Po ajo dule pranoj publikisht vetë. Kështu që, me të vërtet, qytetarëve të Republikës Kosovës, lëvizja vetë vendosje, në mënyrë legjitime i ka fitu zgjedhjet, pa marrë parasysh që i ka bo favor Zoja Osmani. Unë e Zojën Osmani e kisha pranu, në qoftë se kishte dalë, para prakisht, kishte pas ndoj mosmarrëveshje dhe kishte thonë kryeministër, mu nuk më pëlqen politika jote, po tërhiqem. Po jo pasi nuk e kandidoj, kjo nuk është fair. Edhe Zotri Kurti... Po çka mund të bëjmë ne për pos ofrimin në nënshkrime? Tu të ma shpjego se kam pak Ju i keni shumicën e votave Zoja Gashi. Kur opozita thot që nuk i kemi votat. Zoja Gashi, nuk mundemi një alon një opozite kaq të dop, një opozite kaq të dop që i ka 1.22, 1.15 edhe AK-ja i ka 6. Kjo është opozita është e dop për shkak që e ka jo, nuk mundeni me kandidu vetëm te kryefqet qali. Glau Konjufcët edhe me thonë na po bojmë kompromis. Nuk ka Glau Konjufca kompromis. Glau Konjufca është VV puë. Puro VV pak si gjermanisht. Mirë po. A përshtypje që këtë gjermanistën